Flamurtari bën lojën, Partizani siguron fitoren e 3 radhazi në superiore duke vazhduar ndjekjen e 4-shes së parë, fal suksesit 2-1 në një ndeshje argëtuese në arenën e Demave. Vlonjatët kërkuan më shumë goli në start dhe humbën raste të arta, por ishte Partizani gjeti avantazhin për të mbyllur përpara pjesën e parë të ndeshjes. Goli do të vinte në minutën e 33, një aksion i shpejtë të kuqve me Tomën, i cili nxjerr Iskandarlin në të maj të nqive, Tom nuk e ka të vështirë të mposht portierin vlonjat. Ritmi ishte më i ullët në të dytën, sa i përket rasteve përpara portës dhe për të tundur jetën u desh ndryrja e varit me gjyqtarin Grimci, i cili akordoi penallti në favor të vlonjatëve. Janë minutat 65-68, një goditje këndi për flamurtarin, Maksuti rrëzohet pas një mbajtje nga fanella të Mehmetit. Gjyqtari, i cili është vetëm pak hapa larg, nuk sinjalizon asgjë, por me ndaljen e lojës ftohet të shoh pamjet në var. Kryesori Grimci ndryshon mendje dhe jep penallti, si dhe të verdh për Mehmetin. Shënon Herald Marku duke barazuar. Në minutat 80-83, protesta të Partizanit për një kontakt me Skuadrones dhe Skukës në zonën e flamurtarit. Gjyqtari lë lojën të vazhdoj, por më pas ftohet të shoh përsëri pamjet në var dhe ndron mendje, duke dhënë penallti dhe duke ndëshkuar mbrojtësin me të verdh. Shënon Skuka dhe 2-1. Trajneri flamurtarit Francesco Moriero deklaroi pas humbjes ndaj Partizanit se ekipi i tij meriton të më shumë. I shqetësuar është normale të jem, sepse po nuk ja dole të fitosh ndeshje të tilla, është normale të jesh i tillë, por jemi gjallë, ekipi është i gjallë, klasifikimi është i ngjeshur dhe duhet të ecim përpara dhe të punojmë fort. Zbritëm në fushë për të fituar, kishim 4-5 raste në 10 minutat e para, por si ndodh shpesh, me gabimin e parë pësojmë gol. Skuadra reagoi, ishte në fushë, ishte e përqendruar, lojtarët ishin të aftë të barazonin, krijuam edhe raste të tjera të mira. Pastaj episodi i penalltis na preu këmbët. Mendoj se flamurtari bëri një ndeshje të rëndësishme, luanin gjithmonë me top të gjatë. Ishin pasaj momenti i penalltis që mund të ishte qartësisht i shmangshëm. Pastaj janë episode që ndodhin gjatë ndeshjes, por skuadra ishte vendosur mirë, kemi sulmuar, kemi mbrojtur, luanim 1-1. Rezultati sipas meje nuk pasqyron ecurinë e ndeshjes, por në fund kemi humbur. Mos gabohem, aksioni golit të tyre ishte një top i gjatë i yni, ku humbëm topin ajër. Ishte top i ynë, ishte një nisje e tyre, por mbrojtja ishte në barazi numerike. Kishim kaluar shumë lart, duhej ta administroni më mirë topin. Normale duhet punuar, por janë episode që ndodhin gjatë ndeshjes. Skuadra ishte në fushë, na nevojiten rezultatet. Ekipi ka bërë atë që i kërkoi trajneri, pastaj është normale që lojtari kur ka topin në këmbë duhet të bëjë diferencën, por nuk mund të qortoj asgjë ndaj skuadrës. Deklarata e javës së kaluar, kemi probleme të tjera, nuk dua të merrem me këtë çështje. Ndeshjen e radhës flamurtari do ta luajë në Vlorë, mbrëmjen e të premtes në orën 19:30, ku do të pres Teutën e Durrësit.